shumë veçanta, nuk i bëjmë dhe njëkës në shtypje, që unë kam rastin kë e lexoj se çfarë thotë një datë frashë. I thotë kështu, me në pash dhe ralla, më kalon një kujtim të paharur në ditën që arriti në Vlorë me Isa buletini. 2 ditë mas nesh, gjinja i priste jashtë qytetit me një flamur. Me të pasha arriti me një kalë të bukur, i veshur me një palë rroba ushtarake e me çizme në këmbë. Një bukur më tepër se 60 vjeçar, i ligur, i fat, por i shnosh dhe me mustaqe të flinjura. I shnosh dhe mustaqe të flinjura. Sa për u qas, i zbrit i pari, si një kavalier, mori djaloshar pite, mori cipin e flamurit dhe e rubin barë dhe fjallën e ka shumë herë të nadal dhe herë e gërsohet një ka të Kështu ka do të përshkrimi e se cilit nga në kartë të qeverisë, po unë sot nuk jemi për te, në dukje se për mu kjo është një shumë e madhe dhe e cila bile në një farë mënyre që sot do të ndaj me ju do ka mundu gjatë gjithë jetës. Sepse gjithmonë në gjithë paraqitjen e qeverisë Vlorës të përfshi edhe filmin në ndori i dytë dhe shohim Isa buletini që përfaqëson puthjen e flamurit. Atëherë unë kam thënë gjithmonë me veten time edhe kur nuk e kishe pasur dokument. Pse pikërisht Isa buletini, flamuri quhet Isa buletini, flamuri ishte i gjithë shqiptarëve. Megjithatë, nëse nisemi nga simboli se flamur puthet nga një përfaqësues po themi i Kosovës, ato erën, se të tjerët ishin vendin e tyre, grupi i Kosovës, atëherë pse pikërisht nga Isa buletini dhe jo nga një general. Jo sepse Isa buletini s'kishte vlera, por ishte më shumë, ishte më lartë një general i gjithë këtyre viteve që ka lidhje e prizojnë. Dhe te e vërteton edhe të shkrimet të një frashë. Dhe them që ne e kemi pas dhe vazhdojmë të kemi